Live from Tirana. Në Top Albania Radio. 5 orë eksakte në këto momente. Armir, ty se trasin për ditëshmëri, Miri, Armir, si e kanë rreth ngushtë, po them. Kam disa lloj kështu që më trasin. Bushi, për shembull. Bush 1, Gjigu 2, Dagu 3. Dhe 4 Armir. Miri të bëhet meme që sa po. Dhe shumë pak dhe më thrasin të tjerë Armir. Miri çuditërisht nuk më thret sepse thrasin vetëm atë Big Brotherit. Zot na harrojt. Edhe inshallah se më thret më kush Miri. A kupto? Miri, se pastaj do më nxjerrin te stoli i shkollës edhe të prit gocën. Nuk e dëgjova këtë. Ason. Nuk e dëgjova këtë që sa po the. Me bukur, te stoli i shkollës të prit gocën. Babi Miri. Ore, nuk e di, domethënë pak më shumë të ishe kështu në Big Brother, o nuk e di që ti mund të ishe edhe fenomen, e kam seriozisht. Nuk e di, po e ngurcova veten shumë plak, po. Mund të lidh rrjedhë tani. Fiks lëre të rrjedhë. Po s'disha me buzja i tjetër që tani është momenti im, çfarë ka thonë njëri i shprehje. Albi. Tani filloi loja. Tani filloi loja grop komplet. Tani filloi loja dha plak. Opa, filloi gropa. I lutem dikush të vitë prezantoj këtë emision, se unë s'po mundem më. Gropa. Po e bukur ishte ajo pjesë parë që the katastrofë urbane unë. Ajo është ka gjitha memet më. Si mund të shkoj mendja që vëlla është katastrofë urbane. Katastrofë, edhe ju që ecim me makina, kujdes se keni menjë të makinat e tjera, se është katastrofë urbane mirë. Se kaq shumë sa që është mirë sot. Nëse do ta përkufizoj jetën tënde, ka qenë lehtë apo ka qenë vështirë dhe e ke bërë ti të lehtë? Jeta ime. Po. Me thon drejtën, ka qenë e vështirë, por unë gjithmonë jetën time e bëj të lehtë. Si e gjen formën? Si e gjen formën? Një formë që unë gjej të bëj jetën time të lehtë është që Armir Tola në çdo moment të javës, të muajit, shkëputet. Dhe dëshira ime maksimale është që shumë kohë unë tri vetëm. Vetëm a shumë mund të bëj shërimin e vetes time. Dhe të shërosh veten tënde me veten është gjëja më e bukur që mund të bësh në jetë. Kjo është gjëja më e bukur, ja sugjeroj çdo kujt, ndoshta dikush e bën dot. Shpesh rri me veten. Unë shkëputem jo shpesh, shumë shpesh, dhe të shkëputem vetëm është dëshira më e madhe në jetën time, të rri momentet e mia, edhe te shtëpia thon, iki nga shtëpia, thot do rrish vetëm, si ka mundësi që rri vetëm. Ëndra ime është që një pjesë të jetës time të rri vetëm, sepse vetëm në ato momente ndjej edhe lumturinë maksimale. Pavarësisht unë lumturinë ndjej me familjar, me gocën, me të gjithë, kam lumturi shumë dhaja, por në momentin që jam vetëm unë shëroj veten time. Dhe në momentin që shëron veten tënde, je predispozuar të shëroj dhe të tjerë, sepse unë i shëroj të tjerë nga mjesit e ndark me të gjithë pozitivitetin që jam. Dgjoj, një mentor shumë i s'mo vjen emri tani, por kam lexuar online, thotë që ne gjatë ditës dhe gjatë jetës takojmë pafundësisht njerëz në punë, në rrugë, aksidentalisht në bankë, por thotë harrojmë të takojmë njerëz shumë të rëndësishëm që është vetja jon, ndaj zgjidhni të rini me veten një mëngjes për të konsumuar një kafe. Tani mund të hani një drekë me veten. Po. Më tha Ledioni sa dashuri ka. Po, që të u hapa jo tema. Po, dhe i thash unë 7. Okej. Nuk e bestonte asnjëri, as Mona asnjëri. Pse? Po i di pse. Ta thot Armiri me sekonda tani. Na thot Armiri me sekonda tani. Ndërkohë që bëjmë diçka tjetër ne, po e di pse është e bukur, sepse dashuria e fundit është dashuria për veten tuaj. E 7-ta. Sërqeni, e kupton? 6 të parat kush janë? 6 të parat është Eros. Okej. Dashuria romantike, është filia, dashuria miqësore, është strong, dashuria familjare, është agapa, dashuria e pakushtëzuar, është ludus, dashuria lozonjare, është pragma, dashuria praktike, dhe është filautia, dashuria për veten. Është i bukur. Armir, nuk je njeriu tipik që afër mendsh mund shkoj, që thjesht merret me ndërton pallate, tuneli Kalimashit të Arianit. Pra, dukesh një njeri, tani nuk po them në nivele të larta filozofike, se nuk të njoh aq shumë, po dukesh një njeri që me bot kuptim. Pra që ke lexuar, ke parë, ke studiuar. Tani, unë më thuaj nëse gaboj. Unë mundohem jetën time të bëj çdo gjë në masën e duhur dhe mundohem që në këtë jetë që ne bëjmë është dhe gjithë njerëzit që unë bashkëpunoj dhe gjithë njerëzit që punojnë për mua, mundohem t'i mbaj të lumtur nga mjesit e ndark.
se edhe punëtorët që kam kur shkojnë vinë përqafojnë në puthin. Nuk kam një punëtor që më ka shajti herë në jetën time, pse unë nuk jam për të shfrytzuar këtë jetë njerëz. Unë jam këtë jetë për të bërë njerëz të lumtur. Kështu që kjo është filozofia ime dhe nuk mund të bëj ndryshe. Tani, me që jemi tek marrëdhënia me punëtorët, si e nuhati dikë që është servil? Dikë që është servil. I vlerëson ti servilat në punën tënde? Unë servilat në punën time nuk I vlerësoj fare dhe servilat servilat e dëmtojnë një biznes, e dëmtojnë liderin e tyre? Servilat jo e dëmtojnë, po ndonjëherë edhe e shkatrojnë. Kështu që unë mendoj që mos u merrni me servila, sepse tregojnë që ditën e parë se çfarë po bëjnë. Momentin që ju tregojnë ditën e parë se çfarë po bëjnë, nuk do sillet më njëri servil me jua, sepse nuk do të kesh servil rreth e qark. Servilizmi është një ndër qënjet më të rrezikshme që mund të ekzistojë në rreth e qark nesh, e kupton, sepse të prish ditën, të prish strukturën e punës, të prish njerëzit që ke rreth e qark. Thot po, tulet në gjuj, mund të bëj 1000 zeza, zot na rrit, po unë servilizmin e kam shumë dhe të them edhe këtë të fundit. Një ndër servilat që pata mrena Big Brother ishte vetë një javë rresht, ma ka heq zarin. Pse? Shpirti, zemra, ne jemi. Po pse servilose? Nuk e di vëlla, nuk e kam kuptuar hala. Why? Servilose e para se donte më hongër bukë, si them atë, katastrofë. Miri, do më bësh diçka për të hongër se ne jemi adash, ne na thrasin xhiku të dyve, ne kemi nga I gocë të dy, ne kemi shumë përbashkëta, një servilizëm I frikshëm plak që mua ma hoqi zari dhe unë se duroj dot fare servilizmin. Dhe vetëm për atë arsye që brenda shumë pak ditësh, domethënë e shkëputa I çinga betja ime sepse unë se duroj dot servilizm. Është frikshëm. Interesante shumë. Uroj që të gjithë mendojnë kështu si ty, paktën për këtë pjesë. Inshallah, po s'jam të gjithë se. Pra, nuk janë të gjithë dash, po ditës. Nëse do të riktheheshe për 24 orë në shtëpinë e Big Brother. Po. Çfarë do I thoje kujt? Çfarë do I thoje kujt? Do të thonë çfarë do I thoje disa prej. Të them të drejtën, të ta them troq, sepse shumë thonë jo po. Kujt do t'i thoje çfarë? Po. Unë për aq ditë sa neta I studiova edhe gjithë nga ana psikologjike, nga ana televizeve çfarë bën çfarë s'bën, po nuk pata të kurajon që në fakt me I fjalë të bukur që quhet fjalë e bukur dhe e keqe ti shpërlaja pak. S'është mungesë kuraje kjo, është empati. Empati. Ti ke pasur më shumë empati se çdo edhe të dhimbsh, edhe kjo më dhimbsh. Ndonjëherë. Por do t'i flisja drejt, Lores, që do t'i thoja? Do t'i thoja je një fytyrë ëngjëlli, por djallin e ke brenda. Pse? Po sepse kështu më duk më plak, nuk e di. Pa pse më? Të flasim çik shumë gjë rrugë. Jo, fol si duhesh, fol si duhesh. Sepse në momentin e parë të prezantimit kur vinte afër, ishte shumë e ëmbël, shumë e dashur, me një fytyrë shumë të kur ishte në për ato cepat e veta, kishte një vështrim djalli, o plak që të vinte shikimi drejt për drejt. Amanet, ikte cepi tjetër, ikte cepi tjetër I shtëpisë, vetëm amanet bën ajo vëlla, u s'di ç'a bën mrena. A kupton? Edhe punët e shtëpisë që është tu I bë, nuk është tu I bë siç duhet. Se I bona unë javë, po. Nivel tjetër. Tjetër. Çfarë do të thoya? Tjetër, do t'i thoja Selinës. Po. Vetëm I gjë do I thoja realisht. Mjaft më mat krevatën plak se na e shpifët. Realisht. Je gocë po e përdor mirin, po e shohim në këtë pjesë, mos e përdor më mirin, se gjunovi shkreti, e mytë fare. A kupton? Shkëputo hik. Bën ai lojë, ajo s'po bën ai lojë. Ajo ka I krevat që në fillim Big Brotherit edhe dhe tjetër kujt do I thoja? Do I thoja edhe diçka tjetër dikujt. Malit, je kampion. Mali. Miri! Shu ishte mirë, ai Mali, aty ishte perl fare. Mali është djalë me zemër madhe, luan komplet. Interesant, shumë fakt, është ai mashull jo tipik shqiptar që pi birra aty, që rri me atë barbun e fryrë, ka bot edhe është shumë fan. Ka dhe argumenta. Edhe Mirin e tërbon fare për shembull. Mirin ja u qizarin fare më. Miri. Mjafton që ta lesh, shiko, mos ket Miri Selinën 24 orë aty afër, që mos ketë as krevatin. Mirin darkë filloi ça. Ai me ujë, jo kështu thjesht. Me ujë e ke Mirin darkë kështu, frikshëm fare. Qartë. Zonja dhe zotërinj, ju që e ndezët radion nga fundi, mund të rigjeni këtë bisedë vetëm pas pak çastesh në kanalin ton zyrtar në YouTube. Ne aty mund ta gjeni me audio dhe video pra.
Armir, të falenderoj shumë që ishin live from Tirana. Të falenderoj shumë, ishte i bisedë realisht spektakolare. Je lart, shumë lart o plak. Realisht unë kisha shumë dëshirë të bëj të kam shkruajt bile që ta dini ju, i kam shkruajt që janë 7 herë kur do morësh për i bisedë, edhe më tha hajde sot se kisha shumë dëshirë të bëja i bisedë me ty, shumë interesante dhe je shumë lart o plak. Shumë lart me gjithë zemrën. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë edhe të uroj javë, muaj, vit edhe jetë sa më të mbarë ty dhe familjes tënde. Falenderoj që ishte në program. Ne Danko ikim, e shkëpusim për sot live from Tirana. Ju vazhdoni për momentin vjen nuk e meritoj nga Bardhi, pjesë edhe Top List live from Tirana. Rikthehet sërish nesër, deri atëherë ju uroj një të martë të bukur në vazhdim.